Të nderuar qytetar, të nderuar përfaqësues të mediave, sot fillon fushata zgjedhore dhe urojmë të gjithë pjesëmarrësve një proces demokratik, evropian dhe dinjitos. Falenderojmë pa mas të gjithë ata që morën pjesë mbrëmë në konventën e beslidhjes Aleanca Kombëtare për Integrim në arenën Boris Trajkovski dhe ata që na ndoqën përmes mediave. Angazhimi juaj dëshmon fuqinë e vërtet të popullit. Këto zgjedhje janë më shumë se zgjedhje lokale. Ata janë një referendum për të ardhmen e shqiptarëve. Askush nuk ka të drejtë të vendosë në vend të qytetarëve. Vetëm ata kanë fuqinë për të zgjedhur përfaqësimin që dëshirojnë. Ky është një drejtim i qartë. Legitimiteti dhe pushteti politik i shqiptarëve mbetet i pazavendësueshëm. Ne kemi qenë gjithmonë për zgjedhje të lira, të ndershme dhe me standarde evropiane. Legitimiteti i këtij procesi vjen nga pjesëmarrja masive, përballja e qartë e alternativave dhe informimi i qytetarëve mbi ofertën konkrete të secilit subjekt. Çdo tentativë për të manipuluar ose friksuar votuesit është e dështuar. Pritshmëritë tona janë të qarta. Fitoria e Aleancës Kombëtare për Integrim do të jetë e madhe, absolute dhe simboli i fuqisë së shqiptarëve. Populli do të vendosë për rikthimin e dinjitetit dhe përfaqësimit të fuqishëm. Askush tjetër nuk mund të vendosë në vend të qytetarëve. Apelojmë për një fushatë të hapur, ku ide, argumente dhe programe të vërteta përballen në mënyrë transparente. Ne do të angazhohemi maksimalisht që qytetarët të vendosin lirshëm dhe me përgjegjësi për siguruar legitimitet të plotë të këtij procesi. Ju falenderoj.